Sa për ta ilustru këtë që thot Adri, se rasti Shqipërisë është shumë interesant, se është e vështirë ta analizosh Shqipërinë me modele të Europës perëndimore. Se gjithsesi janë dhe elemente tjera që futen dhe elementi kryesor është pjesa e klientelizmit, patronazhizmi është tjetër, pastaj se në fundi mund ta përfshishë si praktik normale. Pavarësisht se patronazhistët tanë kanë edhe dhënat tona personale që s'duhet i kenë etj etj. Dhe bëjnë listën e atyre favore që kanë marrë, pse ka votu, s'ka votu, e lëm te pjesën. Pjesa tjetër pastaj është e rëndësishme. Dhe çfarë ndodh? Po i marr një rast, për shembull t'ju tregoj, për atë që thoshte Adri. Rezultati më i mirë i PD-s, ndoshta nga të vetmit në si thosh vende ku PD-ja ka fituar, ka qenë Kavaja. Po. Dhe jo rastësisht. Kavaja është bashkia më e madhe. Ka katër bashki janë gjithsej. Dhe kryetarin e bashkisë ka të djathtë. Po. Kavaja ka qenë, është bashkia më e madhe që ka në dorë që fitojnë zgjedhjet e fundit lokale, në fakt PD-ja. Dhe jo rastësisht, aty edhe në këto zgjedhje, në fakt, rezultatet e PD-s ka qenë të mira. Pikërisht edhe për faktin, sepse në Shqipëri, kjo çështja e të mbajturit të pushtetit lokal ka një rëndësi të madhe. Është çështja e vendeve të punës, si ti do afrosh rrogave, të ndryshe për shumicën e shqiptarëve etj. Punësimeve në administratën lokale etj. Patjetër, ti i mban njerëzit në këtë mënyrë. Dhe kjo është, nëse ka bërë Kavaja, imagjinoni çfarë ka bërë tani Rilindja. Duke pasur gjithë bashkitë e vendit, po thua. Me 191.000 veta në administratën publike në tërësi, ja i shtat Kavajës që janë një pjesë shumë e vogël. Po në Shkodër dhe pse e ka pushtetin lokal atje, PD-ja mori më shumë. Mirë, po Shkodra prap nuk është në raport me atës mënyrën se si ka votuar më përpara, nuk është më e njëjta Shkodër. Sigurisht është më e njëjta Shkodër. Ka dhe diçka. Është rrudhur shumë. Po të llogarisësh ato votat e Tomdoshit në Shkodër, se nuk janë votat që mund t'i llogarisësh si vota që një ditë do bashkohen me votat e Partisë Demokratike. Ka kryetar bashkie atje, ai ka ca njerëz punësuar, kështu që aty jemi patjetër. Domethënë ky dimension nuk e na shkalon dot te dimension, dhe prandaj po thoya që është e vështirë të analizosh Shqipërinë me modele perëndimore.